Sot do t'ju tregojmë se si mund të bëni kontrolle mjekësore falas, pra se si mund të bëni check-upin dhe të përfitoni shërbime mjekësore të njëjta me ato që kanë edhe qytetarët grek. Sot me ne është zonja Aleksia Jani. Me profesion është juriste dhe përgjegjëse për komunikimin e kartës së shëndetit Evi Klap. Mirëpres me kënaqësi. Përshëndetje, mirë se vjen, shumë kënaqësi të mirëpres në Living Day për një informacion kaq të dobishëm për të gjithë bashkëdetarët tanë, por të ftoj së pari të reatohesh edhe të më tregosh se të më japësh më tepër informacion për kompaninë tuaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Është një kënaqësi që ndodhem në emisionin tuaj. Unë do të flas pak për kompaninë F-Club, ajo e cila ka krijuar kartën e shëndetit F-Club, e cila ofron shërbime mjekësore për të gjithë shqiptarët që jetojnë ose vizitojnë Greqinë në vendin fshinj. Kompania F-Club operon prej 16 vjetësh në Greqi, është e para që ka krijuar kartën shëndetësore dhe është e vetmja e cila është e certifikuar për shërbimet e saj cilësore. Bashkëpunon me rrjetin më të gjerë të klinikave private, qendrave diagnostikuese në vendin grek, gjithashtu dhe me rreth 2500 mjek të specialiteteve të ndryshme. Ka rreth 450.000 antar, të cilëve u shërben me devotshmëri dhe me profesionalizëm. Fantastike, fantastike. Dhe çfarë saktësisht ofron kjo kartë për ta kuptuar më qartë të gjithë ata që na shohin? Kjo kartë ofron shërbime mjekësore për të gjitha problemet mjekësore që mund të ketë dikush, për të gjitha çështjet shëndetësore, pra për parandalimin, për trajtimin, për diagnostikimin në një rrjet shumë të madh klinikash private në mënyrë shumë ekonomike. Dhe kjo në të gjithë Greqinë? Në të gjithë Greqinë, në të gjithë vendin grek. Mrekulli, ne do të kemi mundësinë edhe të një lidhjeje, të një komunikimi në Selanik, me gjitha të vijojmë bisedën tonë, teksa nga regjia më njoftojnë se e kemi komunikimin gati dhe di se do të na japin shumë informacion, është shumë bukur që të dëgjosh edhe zërin e personave që janë aty, edhe eksperiencën e tyre, por edhe të profesionalizmit me të cilin operohet patjetër në këtë vend. Dhe pyetja me cilën unë do doja të vijoja është, a mund ta kenë këtë kartë të gjithë personat, dhe veçanërisht dua të ndalem e të japim një informacion për moshën e tretë. E di se jo të gjitha kompanitë e sigurimit apo kartat e shëndetit duan që të kenë bashkëpunime veçanërisht me këtë moshë, për të cilën patjetër që ne kemi shqetësim shumë të madh, duam të kujdesemi shumë, por nga ana tjetër e dim se është edhe një moshë që ka dhe problemet më të mëdha me shëndetin, edhe kontrollet duhet i ketë më të shpeshta, edhe vizitat patjetër dhe komunikimin e kontaktin me mjekun, por nga ana tjetër, ndoshta mund të ketë edhe ato emergjencat pak më të shpeshta, të cilat ju thatë se i mbuloni si shërbim. Po, kjo kartë është pa kufi, është për të gjitha moshat, është dhe kujdes të veçantë i jep, siç thatë dhe ju më parë, të moshuarve, por dhe personave të cilët kanë historik mjekësor të rënduar, sepse tek e fundit është ata që kanë nevojë më tepër për këtë kartë dhe për përkujdesje shëndetësore. Pra, kjo kartë është pa kufi, është për të gjitha moshat. Gjithashtu i jep një fokus shumë të veçantë edhe në fushën e parandalimit, sepse parandalimi është shumë herë më mirë se sa parandalimi në kohë, pra është shumë herë më mirë se sa trajtimi. Kështu që ofron edhe check-up e falas gjatë gjithë vitit për parandalimin, për çfarëdo lloj nevoje që mund të ketë një antar i kësaj karte. Dhe një bashkëpunëtar apo bashkëdetar i yni që shkon të vizitoj familjen në Greqi, a duhet të ketë aty leje qëndrimi, apo duhet të jeti pajisur me dokumenta të tjera që të mund të posedojë këtë kartë? Përfitimet janë nga kjo kartë janë të njëjta me ata të qytetarëve grek, por për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Shqipëri dhe vizitojnë Greqinë, po dhe shqiptarët që jetojnë në Greqi, nuk është nevoja për të pasur leje qëndrimi ose sigurime shëndetësore. Pra aksesi është i menjëhershëm, pa që nevoja për rekomandime, pa që nevoja për leje qëndrime ose si sigurime shëndetësore. Thjesht telefononi në numrin që ndodhet në kartën e poseduesit të kartës dhe menjëherë ata do drejtohen nga operatorë të cilët flasin gjuhë shqiptare
në qendrën, klinikën private më të afërt sipas nevojës që ata mund të kenë. Kjo është fantastike edhe për personat e cilët ndoshta nuk e zotrojnë shumë mirë gjuhën greke, që komunikojnë në gjuhën shqip, edhe është një ekip me sa kuptoj që pret telefonatën, edhe përgjigjet për secilën nevojë dhe emergjenca, apo i mirëpret edhe i shoqëron për të bërë këto kontrollet edhe check-upet e domosdoshme për të parandaluar problematika shëndetësore apo për të konstatuar e për të kapur në kohë gjithçka. Dhe kjo është ajo që duhet të bëjmë dhe ju po fusni një kulturë shumë të mirë për të parandaluar. Dhe me sa di, është edhe me çmime të jashtëzakonshme. Me çmime të pabesueshme gati-gati. Është 100 euro në vit për të gjitha këto përfitimet të cilat ne do i përmendim pak më vonë, ose mund edhe ti përmendem, është 100 euro në vit për person dhe përfitimet janë të shumta, duke nisur nga check-up e falas, siç e përmendëm më parë, gjithashtu përfshin edhe për kujdesen dentare. Kemi çmime të reduktuara në vizita me mjek të specialiteteve të ndryshme, po ashtu dhe çmime të reduktuara për ekografi, për analiza gjaku dhe të gjitha këto vetëm janë 100 euro në vit dhe kemi të një ofertë speciale sot. Po do ta flasim ofertën speciale që ndroni aty përpara ekranit se ka një ofertë për të mos u humbur, por shkojmë me një herë në Selanik, na pret Gjeni Xheka për të na dhënë informacionin e detajuar. Gjeni, përshëndetje, kënaqësi që të kam në këtë komunikim në Living Day. Një nga ne, kënaqësi dhe për ne që ndodhemi me ju sot. Bukur. Atëherë cilat janë përfitimet e kartës së shëndetit? Ne i prekëm paksa këtu në studio, por do doja t'i dëgjoja edhe një herë të listuara nga ju. Po, natyrisht. Karta shëndetësore F-Club ju ofron të gjithë shtetat shqiptarë që jetojnë në Greqi apo ata që vizitojnë Greqi të njëjta të drejta me shtetasit grek. Janë shumë përfitimet e kartës, gjithashtu ne do qëndrojmë sot në ato që janë më të shpeshta, si për shembull ekzaminimet klinike janë pa pagesë në rastet urgjente, ambulanca gjithashtu është falas, keni check-up falas, dhëmbët, pastrim dhe zbardimi dhëmbëve gjithashtu i përfitojnë falas duke patur kartën shëndetësore të F-Clubit. Analizat i kryejnë njësoj si shtetasit grek me një çmim shumë simbolik, si për shembull të them analizat e gjakut 3 euro 70 cent, ose analizat e urinës 2,20, ekografit nga 10 euro. Gjithashtu, në vizitat në çdo mjek që duan të shkojnë çfarëdo specialiteti mjekësor që të ketë mjeku, i kryejnë me gjysmë çmimi duke qenë të pajisur me kartën e F-Clubit. Kanë gjithashtu akses në bankën e gjakut dhe më kryesorja ndodhemi gjithmonë ne këtu për të ndihmuar për gjithçka që nevojiten. Telefonojmë thjesht në numrin që karta ka lartë dhe jemi ne gjithmonë pranë tyre në vendin grek që të ndjejnë gjithmonë si në vendin e tyre. Fantastike, duket si një dhuratë për një shëndet të mirë, edhe për këdo. Është vërtet një dhuratë, është dhurata më e mirë që mund t'i bëjmë vetes edhe familjes sonë. Sepse vjen si paket për të gjithë familjen. Të falenderoj shumë për informacionin. Falenderoj shumë Gjeni. Gjithashtu unë dua të theksoj që sot 20 telefonuesit e parë përfitojnë kartën shëndetësore e cila është 100 euro për person, e përfitojnë për 4 persona nga 400 euro vetëm 150 për 20 të parët. Mrekulli dhe ne në këtë pikë të bisedës ishim në studio. Faleminderit shumë Gjeni. Kjo është ajo oferta speciale e pabesueshme. Po, është oferta speciale për të gjithë shikuesit e emisionit tuaj, për 20 telefonuesit e parë, karta shëndetësore F-Club për 4 persona, për një familje për 4 persona është nga 400 euro vetëm 150 euro. Dhe në ekran ka qenë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë bisedës tonë, numri i telefonit dhe faqja e internetit ku mund të hynë me njëherë edhe të marrin informacionin e nevojshëm, dërsa të kontaktojnë me numrin e telefonit, do t'jetë patjetër me njëherë dikush që do të përgjigjet, dhe 20 telefonatat e para, vetëm 100 euro, pages vjetore, 150 euro, pages vjetore për 4 persona. Për 4 persona. E jashtëzakonshme, vërtet, edhe duket gati-gati e pabesueshme që të kujdesesh për shëndetin me këto shifra. Duket që keni menduar për të gjithë, keni menduar veçanërisht për shqiptarët. Sepse shëndeti është aseti më i çmuar që kemi, kështu që duhet mundohemi sa ta kemi sa më mirë atë.
Po, edhe ta bëjmë edhe një herë thirrjen për të gjithë ata që na shohin, sepse është edhe në një numër të limituar, vetëm 20 të parët që do të telefonojnë duke filluar nga ky moment. Tek numri 082 500 005, kartën shëndetësore familjare, për 4 persona nga 400 euro, 150 euro. Është investimi më i mirë që mund të bëni për shëndetin tuaj dhe për personat që ju doni. Dhe ishin një listë gjatë shërbimesh që përfitoheshin falas. Ne përmendëm vetëm disa për tyre, por lista është shumë e gjatë. Goxha e gjatë disa. Ishte vërtet, edhe ne që jetojmë në Shqipëri mund ta bëjmë, pra unë mund ta bëj nëse shkoj për një vizitë të takoj të afërmit e mi në Greqi? Patjetër, mund ta bëni duke telefonuar tek Ajnosh për të gjithë shqiptarët të cilët vizitojnë që duan të marrin shërbime mjekësore në Greqi. Jo, nuk është e thënë që... Mrekulli, mund ta shihni edhe në këtë mënyrë. Faleminderit shumë për gjithë informacionin. Ishte shumë kënaqësi që e ndam këtë informacion edhe përmes Living Day për shikuesit tanë. Faleminderit dhe unë. Ky ishte një mendim për bashkëgazetarët tanë në Greqi, por edhe ne që jetojmë në Shqipëri, nëse shkojmë të vizitojmë ata në Greqi, gjë që e bëjmë natyrshëm. Pak publicitet, rikthehemi në pjesën e tretë. Faleminderit.